qëndrimi me njerëz të moralshëm nuk është i njëjtë sikur se qëndrimi me njerëz të pamoralshëm. Njerëzit e pamoralshëm e kanë prirjen për ta shpërndarë smundjen e tyre. Mund të jesh një familjar shumë i mirë, mund të jesh një bashkëshort shumë i mirë, mund të jesh një krye familjare dhe një bashkëshorte shumë e përkushtuar. Mirë, ndoshta duke qëndruar me njerëz të cilët vihen vetëm në kërkim të ndjekjes së egos dhe të epsheve të tyre, ndoshta edhe rahatia jote familjare, bashkëshortore prishet nga që duke dëgjuar rrëfimet e tyre, duke dëgjuar mënyrën se si atë jetojnë, ndoshta hamendson dhe me cytjet e djallit dhe përshpëritjet e egos mund të mendosh që në fakt kjo është diçka që përbën një plotësim në jetë. Dhe duke menduar të keqen si plotësim, vjen momenti që pastaj humb shumë, humb familjen, humb bashkësinë, humb rahatin tënde e kësaj. Ndoshta për ta thjeshuar për të qenë më i drejtë për drejtë, qëndrimi me njerëz të moralshëm nuk është i njëjtë sikur se qëndrimi me njerëz të pamoralshëm. Njerëzit e pamoralshëm e kanë prirjen për ta shpërndarë smundjen e tyre. E kanë prirjen për ta relativizuar smundjen e tyre. Madje ndoshta e kanë edhe një prirje tjetër që realisht nuk u pëlqen vetmia e tyre tek mëkatet të cilat janë. Dhe rrjedhimisht nëse ata janë përlyer me mëkate të amoralitetit dhe rrjedhimisht e kanë një jetë të trazuar, e kanë një familje të trazuar, e kanë ndoshta shumë llogari të këqija në këtë jetë, kanë dëshirë që të njëjtat t'i kesh edhe ti dhe rrjedhimisht ndoshta vetë se e ke pasur sëmundjen e ndjekjes së egos, mirëpo ajo sforcuar duke qëndruar me të tillë dhe pastaj ke përfunduar ndoshta në një gjendje do thotë kritike.